vetëm ndërhyrje të vogël se Rama, po iku Rama, po erdhi Rama, po mbajti Rama. Iku Rama, sikën Rama, ata të Manzës aty do jenë. Një sekundë. Rama sikën apo sikën Rama. Po prit më ndoroj. Manza është me marrëveshje apo lëvizën ata? Po jo marr me radhë, më ka bërë çnim. Çështja është e para punës për të Manzës, çfarë po tregon lufta në Iran? Që Manza nuk është më faktor kaq i rëndësishëm sa ne mendojmë. Është fol për gjitha, jo se kanë ndryshuar relatat. Është fol për gjitha opsionet që duhet iknin. Një sekond. Është fol ata janë të rrezikshëm për sigurinë e Shqipërisë, nëse këta janë realisht problemi i regjimit në Iran. Po kuptova. Por në Iran, jo se kuptova. Po se kuptova se kjo gjë diskutohej para luftës. Gjatë luftës, po dalën 1000 opsione kush mund të jenë pasardhëse të regjimit, vetëm ta nuk janë në listë. Pra nuk janë më aq rrezik sa qishin. Po janë rrezik për sigurinë e tyre. Se kështu si thonë ata. Shiko, ata si njerëz, si që njerëzor në dhimbje pa diskutim. Po ti thon në dhimbje më shumë vete. Pa diskutim. Kjo është normale. Para e dyta. Ata janë të rrezikuar në rast ata janë rrezik për regjimin. Po kur në të gjitha opsionet, ata nuk janë më opsion për të zëvendësuar regjimin. Me çfarë po shohim? Sulami ato të Paramën, Sulami aty ikin në Iran. Janë mirë këtu. Kështu që aty një performë ka edhe pesha automatikisht kanë ndër rrezik. Shikoj, ne jemi vetëm një vend që e para kemi bërë një rezolutë që shpallim gardën revolucionare të organizatë terroriste. Iranin ka bërë SBA-ja. Ne jemi në Europë. Po, bas, po. 2022 është Shëbaja kërkoi të gjithë vendet aleate dhe me ato vetëm Shqipëria nga gjithë Europa dhe nga Ballkani. Për shumë Kosovë ka marrëdhënie diplomatike, kemi shkëputur marrëdhënie diplomatike me ata. Kemi këta opozitën bezdisëse, se nuk është rrezikuese, por bezdisëse për ata. Mujahedinët. Po na prodhoi sulme kibernetike ato të gjithë tjerë. Dhe ne jemi në një luftë kibernetike sipas qeverisë me ata. Jo qeverisë, po ambasadës. Qersat e kësaj lufte kibernetike nga Shqipëria i kanë banditët. Ja e dim apo jo. Se janë banditë kërkim ata të luftës kibernetike të Akshit. Gjithë në kërkim janë. Dhe këtu është situata që kemi ne. Që ne kemi ca bandit pa pushk që kanë marrë lekët që luftojnë me Iranin dhe neve jemi e shpallur organizatë terroriste dhe jemi duar larg. Kur futën ato Tiranit aty erdhi me çat me lot, më thonë këta që kanë për i bretotit, prandaj nuk ekziston rrezik. I morën emrat e deputetëve, u tallën me parlament, fajin e parlamentit sa deshën, pana gjatë s'kishte gjë, ikën. Ose u mërzitën. Tani do të kuptojmë dy gjëra, Anton, nëse ma lejon, me lejen tënde. Ideja është që ky alarmi i sigurisë nga ambasada e SBA-s nuk është si u prezantohet sonë në vend që është diçka kështu kot në kjo parasysh nga hiçi. Nuk e dinë tha mendsim se si ndoqja shumë se Peleshi. Unë ndjek ambasadën, pastaj vazhdojnë këta të tjerë. Dhe kryesisht të tilla security alert që i thënë ato, pra alarme për siguri, bëhen kur ka informacione nga shërbimi, bëhen kur ka interceptime ose marrje, ka biseda midis aktorëve të gjës e këta kanë informacionin e plot. Ka dyshime se ekziston rreziku për të ndodhur kjo gjë, sepse edhe ta lexosh tekstualisht deklaratën është specifike. Nuk thot për shembull bëni kujdes te protestat e PD-s. Se thash pak me humor që nga s'po në fillim të emisioni, po tha bëni kujdes që sidomos qytetarë amerikan sepse jeni objektiv. Bëni kujdes me fjalë opozita iraniane këtu është objektiv. Unë ashtu e lexova deklaratë. Bëni kujdes në hotele dhe në përqendra tregtare. Nuk e thon kot ata, se më thon bëni kujdes në përgjithësi dhe kur dilni për vrap nga liçeni. Edhe me njerëz të lidhur me Iranin, domethënë mund të jenë edhe njerëz të komprometuar me origjinë tjetër që punojnë. Jo, janë shumë specifik, domethënë informacioni është janë dakord. Për të ndërhyrë pak këtë analizë jote, ç'është. Nëse analizë, po thjesht po analizoja statusin. Leximi është korrekt. Ne kemi edhe ambasadorin. Ambasada amerikane për qytetarët amerikanë flet. Jo, fletet për gjithë, sigurisht edhe shqiptarët. Jo, një sekondë. Janë gjitha bashkë. Jo, për shqiptarët dhe qeveria shqiptare. Absolutisht, ky është standard dhe rregull diplomatik. Maleo çfarë standardi bana? Ta mbaroj. Ky është standard dhe rregull diplomatik. Ambasada amerikane gjithmonë flet për qytetarët e vet. Thotë bëni kujdes në këto vende. Po nuk është vetëm për ata. Nuk është vetëm për ata sinjali. Eksakt. Tani të thonë që këta terroristët islamik
e njohin nga larg se kush është në qendër tregtare larg qoftë, e njohin nga larg se kush është amerikan dhe kush është shqiptar. Jo larg qoftë, po u futet qendër tregtare ata. Këto po thon pra. Rreziku është permanent. Edhe po ta thosh në Shqipëri, është për amerikanë, ata pra ato shqetësohen. Po në momentin që është në Shqipëri, është për shqiptar. O çimi do të ndajmë tani dy gjëra që mos i bëjmë dhe publikut që t'i frynte veshin sikur nesër ke kujdes qendër tregtare nesër, pse do të jemi që kujdesës, se është temë delikate edhe për veten. Ora unë tremba për veten. Një sekond. Nëse themi dot sot publiku mos keni frikë nga qendër tregtare. Sepse ata që kanë më shumë inteligjencë se gjithë shteti ynë, po ja thonë që keni kujdes. Ma le ta mbaroj. Unë vet po ta them që më bëri përshtypje shumë dje. Është përgjegjësia e madhe. Nuk thash atë, po mos ta bëjmë për shkak të historikut, po them mos ta bëjmë fakt kryer. Pse? Sepse pjesa më e madhe e këtyre security alert. Sensibilizimi është gjysma punës për parandalimin. Absolutisht, ke shumë të drejtë. Po. Ori jemi të gjithë në rolin e dur. Pra në anën e dur të kësaj që po bëjmë. Nuk po them që jeni gabim, unë them po duhet me bë kujdes i çik. Çfarë do themi? Jemi të sigurt se Vatikani. Jo, si jemi. Jo. Larg shoh më shkëlqyer. Jo, po them atë. Nuk po them fare atë, larg qoftë ta them atë, se nuk jemi as afër asaj. Po them, as nuk e pretendoj se duhet jemi çik afër që them i çik ta shtyj vetë, kupton? Se ato votat e Lulit dikur. Problemi është që ka iranianë doli ke Luli. Po prit më ta them që pëlqen veç të debat. Po pëlqen pas ndërhyrjeve ti nuk për mua nuk ka kuptim emisioni. Ti ke ul kokën dhe unë duhet të ngacmoj tani. Një sekondë. Ka dy raste kur ulet koka. Po zgjendesh në fakt, në rastin konkret nuk jam. Jeto ja fut kod me këtë. Ata vetë se bashkë. Okej, mirë. Dakor. Okej. E kuptoj tani. Rastet precedentet që kanë ndodhur që këta kanë dhënë një security alert, kanë ndodhur në Rusi. E kuptove që po mendojnë se po ja fut kot, apo e kuptove që po ja fut kot? No, s'po ja fut kot, këto janë në historike. Ka ndodhur në Turqi, ka pas 10 votet e Lulit lidhen me iranianët? Jo, pa isha. Tjetër gjëja ishte goditje kur do ta shtysh çik më tepër që është afër. Nuk ishte lidhje, ishte me sponda, nuk tani do qeshin dhe çik se s'mund ta marrim zi sikur do dalim te qendra tregtare dhe rrezikojnë. Ai thotë që rrezikojnë qendra tregtare do. Po jeta vazhdon më burr. Do qeshim çik. Jeta vazhdon, nuk mund të rrugësh ka diçka që ti jeta, Andri, po ti mund të shkelësh banane rrugës të tani, që të më rrujnë nga banania, keni kujdes, security alert, rrujnë nga këta që hedhin lëkurat e bananës në tokë. Prit tani. Që tha Toni, është kjo qeveri. Jo. Rreziku iranian që thonë amerikanët është një lloj se rreziku i rrëzimit nga banani. Po pra. Është një qeveri e cila nuk përqikojmë asnjë. Zoti ambasador. Kjo këtu ke të drejtë. Këtu ke drejtë, por zakonisht këto aksione nuk janë publike, që të shofësh dikë atje me automatik. Dhe pse nuk janë publike? Do bëjmë krahasimin. Do bëjmë krahasimin atë. Mirë, okay. Të shijon debat. Po, shijon des. Ore, virusi në Kin. Po. Covid. Po, e di. Kënë nxori tankët në rrugën e Tiranës. Është e tmerrshme, po. Mos dilin nga shtëpia. Se ti do 3 iranianët po nxorin 5 tanqe këy. Ata e din që s'punojnë se kanë hy, e kanë pa shtetin nga mrena. Andri, vlet ta marrë. Ata do shtetin më mirë se Rama. Andri, kur ti intereson paniku, patjetër. E bën. Po. Kur ti si intereson paniku dhe paniku është real, është sensibilizimi është real. Ke drejt. Ky drejt thotë që ka thotë. Siç thua ti që mund të rrezohesh në banane dhe vdes. Jo, më thash jeta vazhdon. Ma ka pse jeta vazhdon të paramën, ose keni bërë problem të madh. Jo, për mua paramën vazhdon jeta. Ti kujtoj se shon gjesë me ne paramën, unë të bëj njes. E kur bim darkës me ne paramën. Madje ti ma sjell ramën në vëmendje se është problem. Jam po patjetër. Po kur ikin shtëpiu, argumenti jot është ke të drejtë paramën, po iku Rama kush të vi. Yes, thash atë. Ora ndrohet papa drejt. Ndrohet papa, po vazhdon Vatikani dhe papa. Të drejtë. Vjen njeriu. A do të ta lexoj tamam mesazhin, ta bëj çik më teknike gjën me lejen tuaj. Pra, security alert nuk përfshihet mesazh. Banane jo. Banane është për jeta vazhdon. Keni kujdes nga banane. Dakor. Zakonisht security alert bëhen dhe për ta parandaluar gjën. Pra, amerikanët e bëjnë leje këtë Ministria e Mbrojtjes që s'kemi informacione këta kod. Amerikanët e bëjnë paraprakisht dhe për ta parandaluar që kemi informacione që kjo gjë po ndodh. Është protokoll, sigurie, dhe nuk është pa gjë, nuk është kot. Më kupton? Kryesisht alarmi është për ta parandaluar. Pra të ngritet si pra bëhet security alerti dhe duhet të rritet në fakt tu vite